Ky Big Brother VIP Albania 4 do të mbyllet fatkeqësisht me mesazhe jo të duhura. Nisi me agresion, me dhunë, edhe ashtu po mbyllet. Është ky lajërti i cili pas dasmës së Gjestit dhe të Eglit në një bisedë me Rozanën, me sa duket nuk i doli inati që Shkëlzeni nuk i dha dorën kur ishte brenda në shtëpi pjesë e dasmës. Shkëlzeni sqaroi pse nuk ja dha dorën lajërtit, e bëri pasi nuk ju duk veprimi i duhur qëndrimi i tij i akullt dhe i ftohtë gjatë situatës së shuplagës së Jozit ndaj Gjestit. E nga ana tjetër, në bisedën me Rozanën, lajërti promovon dhunë. Lajërti thotë se me një SMS ai mund t'i bëj keq Shkëlzenit, pra të takojë një njeri jashtë dhe e zgjidh këtë gjë. Është shokuese, është befasuese se si produksioni nuk ka marrë masa, se si lejon që një thirrje e hapur, një kërcënim i hapur, u tha në gojën e një finalisti. Është e trisht se si ky lajërt përgjatë 3 muajve prezantoi dhe tregoi veten një njeri të madh, një aktor që ka dhënë kontribute në Shqipëri, por me disa bira ai çel gojën dhe flet për kërcënime, flet për SMS, flet edhe për raje. Nuk e di nëse produksioni do të marrë masa apo e ka të preferuar dhe nuk ka se si të reagojë ndryshe. E duke qenë që jemi tek dhuna, personazhi i cili është më i komentuar është Jozi. E me sa duket, njerëzit e afërt të Gjestit, njerëz shok apo miq të tij, nuk e di se kush, apo thjesht fancat të tij, arritën që t'i mbyllin rrjetin social Instagram Jozit. Sigurisht kjo vjen në një situatë tensionuar, ku nuk duhet edhe nuk duhet që ne të promovojmë apo të japim mesazhe, le të themi, dhune apo mesazhe që reflektojnë një situatë tensioni, edhe pse veprimi i Jozit është dënuar nga të gjithë ne, është një veprim që kurrësi nuk duhet bërë në asnjë mënyrë, në asnjë rrethana, në asnjë vend, përpos më së shumti në ekran, ku të gjithë le të themi e shikojnë dhe ndoshta mund të ndikojnë njerëzit që nuk janë aq të fortë dhe e shikojnë si një promovim të mirë dhe le të themi bëjnë pjesë të jetës së tyre. Mbyllja e Instagramit vjen një koku çuditërisht, ai pësoi rritje, pra ndjekës të shumtë po e ndiqnin Jozin për të parë se si do të reagonte ai, edhe pse nuk ka pasur asnjë reagim nga ai që pas daljes nga shtëpia në gjysmëfinalen e së shtunës. Me sa duket kjo është hakmarrja e parë që i bëhet në emër të le të themi të situatës së shuplakës që i dha Gjestit. Uroj që të mos ketë më tej, të mos përshkallëzoj si situatë, edhe kur të dalin të dy jashtë, uroj që të mos ketë kurrësi, indicie apo le të themi një lloj inati ku mund të çojë dy grupe në një përleshje e cila mund të sjellë pasoja të rënda për të gjithë ata që mund të përfshihen. Ajo shtëpi tashmë duket e zbrazur, një shtëpi e madhe me vetëm 4 banor. Ai sa vllai i madh i nxori nga shtëpia mbron për herë të parë në historinë e Big Brother, finalistët dolën xhiro nëpër Tiranë. E Gjesti, me të gjithë gjestet e tij nuk mund të rrinte pa prodhuar material, ai e di dhe ka të vetën këtë gjë. Ai krijoi shumë situata kur ishte brenda në makinë me Eglin, por një nga ato që ka bërë xhiro në rrjetet sociale ishte momenti që Gjesti tentoi që të hapte terën dhe për t'u arratisur. Sigurisht ai nuk do ta bënte një gjë të tillë, por e bën thjesht për show, siç ishte kur u fiksua, kur pa njerëz që po hesnin apo kur i shkoi nepsi edhe për një akullore. I tillë është Gjesti, ai e ka mbajtur dhe do ta mbaj përjet le të themi fronin e një njeriu unik në Big Brother dhe askush nuk do ta harrojë këtë personazh. E teksa ditët për i afrojmë finales, po shikojmë një mbështetje masive që po grumbullohen pra fanca që do të jenë të shtunën për të mbështetur fituesin e tyre, Gjestin. Padyshim ai do të fitojë, nuk ka diskutim, pasi është ai që i ka dhënë të gjitha këtij formati. Nuk jam kurrësi me ata që paragjykojnë që Gjesti nuk di të japë një argument. Nuk di të japë argument, por ka bërë lojën dhe i ka nxjerrë të gjithë le të themi nga vetja, disa me zarfa të zi, e disa jo kanë mbaruar kulaçin në mënyra të tjera. Big Brother është krijuar për personazhe të tillë që japin le të themi formatit shpirti dhe japin gjithçka. Nuk është Big Brother një akademi ku të ulemi edhe të marrim këtë modelin. Ja e fitoi një njeri që është model, le të themi që i ka të gjitha cilësitë e një akademiku. Çfarë do të shërbej publikut? Do të bëj një fushat ky fituesi, do të shkojë në çdo shtëpi ku është rinia, do të shkojë në çdo lagje apo në çdo qytet, do të japi leksione të hapura? Jo. Big Brother është një lojë ku shijohet, le të themi ka një lloj dinamike që përfshin edhe publikun më shumë se ç'duhet, por të tillë jemi ne, e dashurojmë një format si Big Brother dhe fitues
Sigurisht, edhe duhet të jetë gjithmonë ai që bën për vete publikun, ai që bën lojën atë shtëpi, ai që trazon ujëra, ai që jep dinamika, ai që le të themi e mban publikun në ankth se çfarë do të bëjnë në veprimin tjetër dhe jo ata që veshin xhaketa edhe hiqen si pedagoga apo edhe si akademika e në mbrëmje pas disa birrave japi dhe mesazhe për dhunë dhe për rrahje. Nuk është ky personazhi që duhet fitoj Big Brotherin, por është gjesti i cili do ta fitojë të shtunën.